Vazhdojmë të jemi së bashku me ditë e re për të filluar le të themi pjesën më interesante dhe më të bukur të takimit tonë. Do të jemi për të folur për Sikur të isha djalë, një vepër e cila ka ardhur në mënyrë teatrale në Gjimnazin Publik Vllazërim Bashkim. Sikur të isha djalë, besoj se është shumë e njohur për të gjithë ju që na ndiqni, por pse u përzgjodh pikërisht kjo shfaqje dhe le të themi për detaje të tjera të një aktiviteti mjaft të bukur në kuadër të 60 vjetorit të themelimit të Gjimnazit Publik Vllazërim Bashkim. Unë kam kënaqësi që në studio të kem regjisorën e kësaj shfaqje, kostumografen dhe skenografen, edhe një nga personazhet më dashur dhe roli kryesor ndoshta. Përshëndetje, mirë se më vini në studio. Filloj nga talenti më i ri, Seida Bajraktari, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku sot për të folur për Sikur të isha djalë. Faleminderit. Kënaqësi është e jona. Edina Mustafiq, regjisore, përshëndetje Edina. Kënaqësi si gjithmonë. Përshëndetje edhe Jetmira Hoxha për të folur le të themi për kostumografinë edhe skenografinë. Përshëndetje Dafi. Tani, Sikur të isha djalë erdhi në kuadër të shënimit të 60 vjetorit. Dina, nëse fillojmë nga ajo se pikërisht Sikur të isha djalë dhe si lindi njëherë ky bashkëpunimi mes teatrit të Uta edhe Gjimnazit Vllazërim Bashkim. Atëherë Dafi, e para për mua dhe për jetën, të cilat para 12 viteve, 13 viteve kemi dalë si maturante të asaj shkolle. Rikthehemi kështu pas 12-13 viteve si profesioniste dhe për ne mund të them që nuk ka nder dhe kënaqësi më të madhe. Profesionistët të fushës, secila në fushën e vet, duke shfaqur kështu para këtyre mësimdhënësve, para këtyre personaliteteve të mëdhenj të qytetit tonë, duke shfaqur ne kështu veprat tona. Për ne mund të them që ishte sfidë, por një sfidë e bukur, sepse kur ke talent të rinj, kur ke nxënësa të rinj të cilët me shumë seriozitet, me shumë dashuri marrin një vepër dhe mundohen që çdo fjalë, çdo veprim ta përcjellin, ta përçojnë tek publiku në mënyrën më të mirë të mundshme, atëherë mund të them se kjo ishte për ne suksesi më i madh. Një vepër edhe një shfaqje e cila ka pasur plot 25 aktor. Shumë e vërtet. Kemi hapur audicione. Çdo gjë filloi me ftesën e para të drejtoreshës Ardita Kovaçit, të cilën njerit edhe përshëndesim dhe e falenderojmë për besimin që na është bërë. Po, ne kemi hapur audicionet si teatr para rreth fundit të muajit janar, siç kanë filluar dhe mësimet dhe ne kështu patëm plot 25 të interesuar, ku e dim dhe jemi të sigurt që pas atyre dyerve janë edhe të tjerë të cilët me shumë dëshirë do donin të merrin pjesë, por ja që ne të gjithë i përzodhëm dhe të gjithë ishin antarë të kësaj shfaqje. Sikur të isha djalë, jeta është një vepër, le të themi, nuk dua të gaboj, e kam shënuar ka shumë vite që është le të themi është botuar për herë të parë, edhe në vitet e 30-ta, e themi. Ta risjellësh në këtë kohë edhe ta përshtatësh skenografin, kostumografin, ka qenë e vështirë? Edhe kur flasim në një ambient në shkollë, jemi në hollin e shkollës. Në hollin e shkollës. Jo, pikërisht, ka ishte në hollin e shkollës, ishte një përshtatje më lehtë dhe mënyra se si Dina e bëri regjin dhe risolli ishte edhe më lehtë edhe për mua, edhe për bashkëpunimin edhe me ekipin, por edhe me regjin dhe me skenografin. Sidomos edhe kostumet tani u përfshin bukur, sepse për herë të parë u bës një lloj si një eksperiment, le të themi kështu. Por edhe teksti ishte një eksperiment për Edinën. Ajo dihet që nuk është dramë shkruar për të realizuar në formën e një teatrit. Ajo është një roman që ne jemi rritur me të, që ne kemi përjetuar, le të themi kështu, që ka tema të lloj-llojshme të cilat përfshihen dhe të gjitha ato tema Dina aq bukur i shtriu që ta përfshinte dhe njeriu ta gjente veten në secilin moment. Dikush mund ta gjente si një vuajtje e një të kaluarës tonë, ndoshta një gjyshes apo gjyshit në pamundësi të shkollimit, apo një dashuri e pamundur të një shokut ose një shoqes, apo një vuajtje të një sëmundje të një prindri në të kaluarën. Të them të drejtën që lotët ishin aq reale atë natë sepse të gjithë e gjetën veten dhe mënyra si u shtri ajo shfaqje ishte aq e bukur
Kështu që për atë ishte edhe më lehtë. Edhe skenografia të realizohet, që për herë të parë u realizua me rekuizita, jo një skenë gjigante, siç e mësuar ne, sepse skena e Qendrës për Kulturë zakonisht na shterron, sepse është shumë e madhe dhe ka një hapësinë tej mase të pa shfrytzueshme që ti duhet ta shfrytëzosh, sepse gjithmonë ai ballafaqimi me aktorin, ballafaqimi me njerëzit, me publikun, edhe gjithmonë publiku është wow, duhet një skenë. Gjithmonë është ajo pritshmëria për Qendrën për Kulturë të jetë një skenë gjigante. Ndërsa kjo ishte më kozi, më ngrohtë, më dashur, sepse dhe historia është. Dhe mendoj që Dina si lokacion e ka spikatur. Dhe është përshtatur shumë mirë me ato ambiente të 30-ave, 40-ave, duke ditur dhe arkitekturën e shkollës tonë. Dhe një qëllim i vetëm dhe një djep dhe një ark bën mrekulli atë natë, mendoj unë. Është dukur me të vërtet e ngrohtë dhe është dukur me të vërtet emocionuese. Shumë në rastësi të gjithë ishin të ulur, e themi në çdo sepse anë. ishte një takim shumë i afërt i personazhit, aktorit dhe publikut. Dhe edhe i rekuizitave, edhe i gjërave që ata kapnin në dorë dhe tregonin një histori mbi atë kukull. Edhe ajo kukull ishte aktor i mbrëmjes, le të themi kështu. Edhe ajo ark ishte aktor i mbrëmjes, edhe ai djep ishte aktor i mbrëmjes. Kështu që për herë të parë skenografia me regjinë është lidhur shumë bukur, shumë ngrohtë, sepse secila i ndihmuan njëra tjetrës të tregonin atë story. Seidën e kemi në ZNS të vitit të 4 në Gjimnazin Vllazërim Bashkim. Seida të shohim në një nga rolet kryesore, cili ishte për publikun ta prezantojmë, ishte Dia. Sa ka qenë për ty e kapshme në fillim ky rol, i kapshëm që të vi për gjithë publikun edhe për shfaqjen? Që në fillim, kur kam marrë vesh që kam qenë në rolin e Dijes, jam di shumë e lumtun sepse unë i mbështes shumë femnat edhe arritjet që duhet me arrit femnat në këtë kohë. Edhe ka qenë një libër preks, cilin e kam lexu, e kam ditë historinë se si ka mu zhvillu, prandaj e kam pas pak më thjesht mu kyç në rol, në personazh, sidomos Dina dhe jeta na kanë ndihmu shumë që me nap maksimumin ton, edhe me arrit me përcjell emocionin të publikut, që besoj që ja kena arrit mas mirit. Është një roman i lexuar edhe më herët nga ti? Po, e kam lexuar edhe më herët sepse e kena pas edhe në shkollë, cilën e kena bërë si lektyrë. Çfarë ishte ndryshe nga një roman i lexuar ta sjellësh në një rol, në shfaqje? Ishte ndryshe për arsye se nuk ishte më thjesht një ditar që e lexon, për tani ishte një monolog, ishte një ngjarje që ti e ndjeje dhe e përjetoje sikur ti ishe ti ajo që i ke përjetuar gjitha ato vuajtje, edhe ka qenë shumë ndryshe. Aq më tepër kur e ke pas publikun përballë dhe është dashur që ti mi bë ata me besu që ti e kjo, që ti e ke përjetuar këtë gjë, që më përcjellë më së miri emocionin. Është hera e parë që je në përballje me publikun, le të themi, apo ka pasur edhe të tjera? Kam pas edhe raste të tjera që kam dalë në publik në shkollë, por jo në një përmasa kaq të mëdha, ka qenë hera e parë. Ja besuat Seidës rolin e Dijes. Më the që ka qenë një audicion që janë plot 25 aktorë. Historia është shumë interesante. Në fakt, Seida ishte ajo e cila ditë erdhi të përkrahë shoqen dhe nuk ishte e përgatitur që të dalë para nesh e përgatitur sikur jemi këtu në një eveniment Oscar dhe tani Seida duhet të tregoj maksimumin. Ajo erdhi të përkrahë shoqen. Mirë po, ishte ajo profesoresha Gresa e cila e luti Seida. Seida ti ke një talent të veçantë, të lutem merr pjesë. Jo, të lutem merr pjesë dhe momentin që Seida filloi të prezantohet para nesh, unë e dija që kjo ishte Dia. Do thotë, është një fat ku regjisori në pamjen e parë din se cili personazh, se cili aktor, cilin rol do ketë. Dhe prej momentit të parë jam kthyer ka jeta i kam thënë kjo është Dia. Kjo është Dia, këto janë sytë e Dijes, kjo është këto janë veprimet e Dijes, është ka qenë e veçantë, por e bukur është që u mundohem që secilit aktor, secilit antar të grupit t'i jap mesazh që secili personazh është i rëndësishëm. Pse? Sepse edhe pa atë personazhin e 17-18, mesazhi nuk do arrihet të përçohet ashtu siç ne duam të përçohemi. Kështu që e bukur është se të gjithë këta kanë punuar në një ekip,
Të gjithë këta kanë mbështetur njëri tjetrin, të gjithë këta janë munduar të ndihmojnë njëri tjetrin nëse kemi pasur ndonjë vështirësi dhe ka qenë një proces, mund të them, aq sa i shpejt edhe i shkurt, ku kemi punuar në ambientet të shkollës, ku është mbajtur edhe mësimi, ku kemi patur kështu përkrahjen e gjithë profesorave të gjithë shkollës, gjithë stafi që kjo të dalë një shfaqje më e mirë e mundshme. Dhe rezultati më i madh është atëherë kur të gjithë ata profesor vinë dhe të përshëndesin dhe të përgëzojnë, sepse të gjithë ata janë munduar nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet romanit, të bëjmë përshkrimin tek nxënësat. Dhe sot kemi mundësi që këta nxënësa ta prekin më nga afër këtë roman dhe të shohin se ky është një realitet i cili ndoshta në atë kohë ka ekzistuar, edhe pse unë mundohesha tani këto janë një rini e cila ndoshta ne gjeneratat tona i kemi prekur pak nëpërmjet prindërve tanë, ndoshta edhe ne personalisht, por për rininë e sotit, e cila sot jeton me teknologji, jeton me një jetë pak më të shpejtë, është e pamundur se si një vajzë, siç është personazhi i Dijes, të ketë patur dëshirë të shkollohet dhe prindri është ai i cili ndoshta ja ka ndalur rrugtimin e saj, dëshirat e saj, që kjo femër të emancipohet, kjo femër të bëhet të zonja vetit, kjo femër e cila përkund jepin, e cila është shtylla e të ardhmes, shtylla e rinisë, shtylla e fëmijëve, nëna pra, femra. Dhe mesazhi ynë ka qenë ky, dhe çdo gjë është lidhur më së bukuri që ky mesazh të jepet në një shkollë, emancipimi i të rinjve, edukimi i të rinjve, shkolla është ajo e cila duhet të ndjeket e para, dëshirat, pse jo. Dhe ky ishte fati ku çdo gjë u lidh dhe nëpërmjet ku ishte nderi dhe kënaqësia që pas 50 viteve i ndjeri tashmë profesori Bajram Rexha e ka sjellur këtë shfaqje në mënyrën më të mirëmundshme para shumë viteve dhe ne e risjellim sërish në një ambient shkollor me këta të rinj të cilët e kanë kapur shumë mirë dhe kanë dhënë maksimumin secili prej tyre, secili personazh. Magjike, është shumë e bukur. Ju lum për idenë edhe për realizimin. Tani 25 aktorë të ndrohen në një skenë të improvizuar. Sa ka qenë jeta e thjeshtë apo edhe vështirë që të bën këto hyrje daljet në skenë? Thash Dafi, lokacioni ka qenë më së i qelluar. Domethënë lokacionit ka dhënë shumë ide për mënyrën sa më të bukur ta shfaqim në miza skenike. Skenikisht, domethënë edhe hymjet, edhe daljet, edhe ato letra të gjuajtur, edhe tymi, edhe çdo gjë është kompozuar aq bukur me ambientin që ishin shumë më të thjeshta se sa të realizohen në një skenë që publiku është përballë dhe skena është domethënë interaksion me publikun. Sa i përket kostumografia Daf ka qenë vjen keq që shumë të në rasteve normal mungojnë opcionet për të realizuar nga fillimi deri në fund qepjen edhe gjithë produktin që duhet të bësh për kosmografi, por fëmijët dhe gjithmonë duhet t'i falenderoj. Fëmijët dhe prindrit janë gjithmonë nga gatishmëri, ti gjejnë, ti huazojnë, ti të bëjnë të pamundurën që të duken sa më mirë në atë verzion se siç unë i kam këshilluar që të vishën në atë mbrëmje. Ideja ime është që të rëndësishme kam pas Dijen dhe të voglat e Dijes, le të themi dy moshat e ndryshme të Dijes, si dhe nënën e Dijes. Domethënë kanë qenë 4 personazhe që kanë pasur emocion tjetër për të përçuar dhe kam dashur ti përfaqësoj domethënë në mënyrën e fustanit të bardhë, duke e ditur edhe mënyra se si jeta i shkon Dijes. Nëse të tjerë jam munduar t'i përfshi në forma të ndryshme, mbas profesioneve të tyre, mbas të nivelit të tyre të shkollimit edhe më gjatë. Domethënë gjithë kostumografia gjithmonë niset nga teksti, nga produkti apo viti që Dina do ta sjell. Dina këtë herë ka vendosur normal të risillet po ashtu i vitit siç e ka shkruar Haki Stërmilli, kështu që jemi munduar të gjejmë një balancë mes të shkuarës dhe të tashmes. Nëse me lejon daf të lidhem bashkë me jetën, sepse ceku shumë bukur edhe jeta që për kushtimin që bëjnë fëmijët bashkë me gjithë prindrit që të gjejnë çdo kostum të mundohen të përshtaten, ky është një rezultat që këta prind, këta fëmijë po na besojnë punën dhe duan maksimalisht që çdo gjë të jetë e përpikt, e qelluar, që mesazhi të përçohet sa më mirë dhe ku ka më mirë se të besohet puna e një stafit teatral, të një skenografi, të një regjisori, të një producenti, të gjithë këtyre
shihet që po, qyteti jonë më në fund e di vlerën e teatrit. Jam e gëzuar shumë për këtë. Përmendëm 2 vajzat e vogla, Mabeli dhe Rea, po ishin ato veçantë vogla, të veçantë dhe shfaqjes. Seida, të jesh në skenë, okay, e ke mendjen se si do dalësh vetë, por nga ana tjetër, a do të shkoj gjithçka mirë edhe me ato 2 rolet e të voglave edhe të gjithë tjerëve, si e ke pasur ti këtë ndjesin gjatë provave edhe atë mbrëmje në shfaqje? Gjithmonë ekziston ajo friga se si po shkon gjithçka, do të shkojë gjithçka mirë, por fatmirësisht të 2 vajzat kanë qenë shumë bashkëpunuese, sidomos edhe prindrit, sidomos Reja vogël, se unë kam pas më tepër interakcion me Rejan, ka qenë shumë bashkëpunuese, ish mundu që çdo gjë me bë mas mirit, edhe ja ka dalë me sukses, domethënë çdo gjë na ka larguar edhe neve atë stresin se mas pa bante një gabim se ajo ka qenë perfekte në atë që ka bë. Ka pasur mjaft aktorë, tani ne do t'i shfaqim edhe në ekran, por janë shumë, është Anes, është Liliona, janë... Emi Mila, Qezim Tula, janë të shumë. Hana Ceka, Ines Kaplani, janë të shumë, dhe secilja ka veçantinë e vetë, dhe jam shumë e lumtur që i kam njoftuar, dhe po ata do t'jenë uroj kështu bashkëpunëtorët tanë në rrugtimin tonë artistik, të jetimin, të jetës, të bashkimit, të zotri Munibit, dhe në fakt duhet e cek këtu që producenti jona Munibi është ai i cili krejt kohën mundohet dhe e cek që ne duhet të njohim talentat të rinj, ka ulqeni talentat të rinj. Këta talent duhet, sepse nuk është vetëm prezantimi para publikut, nuk është vetëm realizimi i shfaqje, këtyre të rinjve ju ndihmon në të ardhmen e tyre dhe të shprehin mendimet e tyre, të kenë atë bashkëpunimin në grup. Çdo gjë nuk është vetëm një shfaqje, është ky një proces të cilin këta pa vetdije rriten dhe e konsumojnë, e frymojnë dhe kështu këta nesër do t'jenë të zotë e vetit, po, të dalin të japin një mendim para ndonjë publiku, para ndonjë mësimdhënësi, të bëjnë bashkëpunime në grupe, 25 veta. Shumë bukur e cekë mjafton nga kanë hyrje të daljet dhe po ata janë ata të cilët kanë dhënë maksimumin dhe i falenderoj të gjithë njerëzit e festit, por patjetër veçanërisht prindrit e Rejes dhe të Mabelit, zonjën Resa dhe zonjën Sabina, të cilët janë gjithmonë prindrit të gatshëm të bashkëpunojnë dhe rezultati të jetë sa më i fryqëm. Është e bukur nga ana tjetër edhe ajo që edhe gjimnazi vetë si institucion shkollor e ka pasur sensin që të bëjë një bashkëpunim të tillë me teatrin për të sjellur një shfaqje, sepse është një institucion arsimor edhe duhet fokusohemi tek mësimi, por këto aktivitete besoj që i angazhojnë edhe janë më së nevojshme. Si është ndarë koha, Seida, provat, shkolla, viti 4, të letimi... Sa koha ka zgjatur? Nota s'ka rërë. Besoj se do vlerësohet më shumë pasaj. Sa koha ka zgjatur e gjitha? Provat, domethënë, nuk kanë zgjatur, kena fillu më herët në periudhën kur nuk kena pas aq më shumë nota, edhe kena pas më thjesht me menaxhu kohën, sidomos kena shfrytzuar edhe kohën mas iftarit, mas teprit, që mundu mas me lanë edhe mësimin anash, edhe besoj që ja kena arrit që mi vu në balans me njëna tjetrën që mas me hu rëndësinë asnjëna. Viti 4, në këtë shfaqje tani, ku e sheh veten Seida në studimet, nëse mund të pyes? Në diçka komplet tjetër nga kjo që... Kujdes të shko. Tani, prit përgatitemi pak. Besoj që fatkeqësisht për arsyet mundësive që i kena të pakta, duhet me zgjallë diçka tjetër nga ajo që me të vërtetë duam me bë. Si gjithmonë. Shumë e bukur kjo. Edhe na vjen keq që bashkimi është provë gjallë, që në vend që bashkimi të ishte ajo prova e bukur që t'i shtyej sa më shumë studentat të studiojnë Akademinë e Arteve të shkojnë për aktrim, ai është provë gjallë që duhet ta mendojnë 2 herë para se të shkojnë të studiojnë, sepse vendi i punës kur arrin një farë moshe nuk është më për artistat nuk është vetë kënaqësi. Ne sjellim kënaqësi, por për ne është edhe obligim. Është ekzistenciale, është ekzistencë. Obligim. Është obligim e vërtet. Megjithatë, besoj se do të mbes pjesë le të themi e pandar e jot, jam të qenë se patjetër. Ne ta sigurojmë. Ne ta sigurojmë. Jo sinqerisht, është folur shumë për të 25 pjesëmarrësit, aktorët, por është folur shumë për Seidën në këtë rol, dhe të gjithë mësimdhënësit ato që kanë qenë prezent ka spikatur. Pa lënë anash asnjërin, sepse të gjithë kanë qenë yje në atë mbrëmje, por uroj shumë që ai shembulli që deri tani kemi nga bashkimi të ndryshojë edhe të bëhet më mirë edhe për bashkimin edhe për të gjithë ata që kanë dëshirë të hyjnë kësaj rruge,
shfaqje e cila, le të themi, ka vërë vullën edhe një herë, ne kemi thënë edhe në shfaqje më herë që Ulqinit i duhet një teatr i mirëfillt edhe i mungon, por besoj se kur shohim që kemi edhe talenta, s'kemi çfarë presim. Dhe nuk është vetëm deri tek arti dhe kultura, nuk është vetëm deri tek teatri, është që këta të rinj të ndjekin ëndrat e tyre. Këta të rinj të ndryshojnë diçka, të bëjnë diçka të re, sepse në vitin 2012, 13, 2011 për mua jetën dhe bashkimin, kur ne kemi marrë rrugët e Prishtinës të studiojmë Akademinë e Arteve, në atë kohë familjarët tonë nuk kanë ditë as për çka bëhet fjalë ndoshta. Dhe ne po kthehemi dhe po bëjmë diçka ndryshe dhe po i mësojmë këta, po si në përgjithë qytetet e tjera, teatri përçon mesazhe, teatri është i veçantë, teatri ka rëndësinë e vet. Nuk është vetëm deri tek teatri, këta të rinj të ndjekin ëndrat e tyre, të ndjekin atë çka ata i plotson, sepse kur bën atë që ty të plotson, edhe rezultati do të jetë më i frytshëm, edhe në përmjet dashurisë tënde ti do japësh maksimumin dhe ku ka më mirë se sa kaq. E mendoni ta riktheni? Patjetër, ne do të udhtojmë, shpresoj, në bashkëpunim patjetër me lejen e drejtoreshës, e cila ajo do të jetë ajo është një shtyllë shumë Timoni. Është një uragan. Kemi shumë dëshirë që të vizitojmë dhe shkollat e mesme të tjera, po të shkojmë kështu edhe në Tuzë dhe në Shkodër, pse jo të prezantojmë shkollën në mënyrën më të mirë të mundshme, pasi që edhe mesazhi është i qelluar. Profesorët insistojnë që të mos ta lë vetëm në për shkollat mesme, por të shkojmë edhe në për teatro të mëdhenj, sepse po thonë që këta të rinj nuk kanë fare dallim nga profesionistët. Ta janë krenaria jonë, kështu që me kënaqësi do shkojmë kudo me këta, pa na u tremur syni. Ka qenë shënimi e 60 vjetorit këtë vit, le të themi, meqense edhe sonte e kemi një javë plot fest, qendror në Qendrën për Kulturë. Besoj se ka qenë mënyra më e qelluar e gjitha këtyre organizimeve, dhe për të kujtuar mësimdhënësit e parë, por edhe për të nxjerrë në pa talentat e rinj. Edhe veprat e vjetra. Edhe veprat e vjetra, vërtet ju përgëzoj për gjithë punën që keni bërë si teatër, edhe për gjithë punën që është bërë edhe nga gjimnazi, duke dëshiruar shumë suksese. Ne jemi në minutat e fundit, por në këto minutat fundit do të shfaqim pak sekuenca nga shfaqja sikur të isha djalë, nga ajo çfarë ato që kanë qenë prezent kanë pasur mundësinë ta shijojnë edhe më shumë, por ja ju sjellim pak sekuenca të gjithë shikuesve për ta ndjerë të gjithë këtë që ne folëm. Seida, dëshiroj shumë suksese, edhe uroj shumë që çdo gjë që të zgjedhësh në profesion të shkëlqesh, por mos mungosh në Do mundohem që mos na shasoj. Mi zhvillu të dyja. Ju falenderoj ishte kënaqësi. Gjithmonë jeni përkrahje jona dhe përcjellni çdo aktivitet tonë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Ju lutem.